Presidenti Amerikan Donald Trump po shkakton kaos në botë dhe Evropa është e gatshme të përgjigjet pa hequr dorë nga negociatat. Ursula von der Leyen dhe liderët e kontinentit të vjetër i përgjigjen presidentit amerikan. Bashkimi Evropian zbaton kundër tarifat të para, të cilat do të fillojnë për çelikun dhe aluminin nga mesi i prillit. Për të gjitha të tjerat, Komisioni merr kohë nga 4 deri në 8 javë. Është koha për të parë nëse shtëpia e bardhë është gati për të negociuar dhe Unioni ka kohë që propozon eliminimin e plotë të detyrimeve të ndërsjellta, por ekzekutivi evropian duhet të ngadalësohet por të marrë edhe me mosmarrveshjet e brendshme, sepse disa vende, kryesisht Italia dhe Polonia, nuk duan të përgjigjen Washingtonit me tarifa të tjera. Me synimin për të shmangur një përshkallëzim, kjo përçarje do merret parasysh nga von der Leyen dhe ajo duhet të përpiqet ta rregullojë në ditët në vijim. Jo vetëm kaq, këto 2 muaj duhet të shërbejnë edhe për të mprehur armët monetare. Lufta tarifore në fakt mund të bëhet gjithashtu një luftë valutash. Presioni ka filluar tashmë mbi BCE dhe për të përshpejtuar uljen e interesit. Në këtë rast, nuk është vetëm Italia që po shtyn në këtë drejtim, por edhe Franca. Ideja është të zhvlerësohet euro dhe të kompensohet pjesërisht detyrimet e vogla nga SBA për të lehtësuar eksportet. Në Palazzo Berlaymont dyshojnë se e njëjta taktik po ndiqet nga administrata amerikane, ulja e çmimit të dollarit për të eksportuar më shumë. Kjo temë po bëhet objekt diskutimi në takimet e BE-s, përfshirë që do të mbahet të hënën e ardhshme në Luksemburg për tregtinë ndërkombëtare, një variabël pra që po hyn në konflikt të hapur mbi barrierat e eksportit. Koha shërben mbi të gjitha për të vendosur pozicionet ende divergjente mes 27-s. Nëse Roma dhe Varshava bëjnë thirrje për maturi, Italia kërkon gjithashtu të eliminojë motocikleta, alkooli, kozmetikën dhe bijuteritë dhe mallat e ardhme të detyrueshme. Franca vazhdon përpara. Madje Macron u kërkoi kompanive transfline të pezullojnë investimet në SBA. Gjermania është pozicionuar në një vit të ndërmjetme. Detyrat janë thellësisht të gabuara, tha kancelari në largim Olaf Scholz, dhe ne duhet të përgjigjemi në një mënyrë të bashkuar, të fortë dhe të përshtatshme, por ne jemi në dispozicion për të diskutuar dhe shmangur një luftë tregtare. Në Bruksel, ato kundërshtojnë të dhënat e industrisë nga Taikon, Partje. Tarifa mesatare e vendosur nga BE-ja për mallat amerikane nuk kalon 2%, shumë larg nga 39% e treguar në tabelat e shtëpisë së bardhë, dhe detyrimet e shpallura do të jenë në vlerë mbi 81 miliard në arkat amerikane në krahasim me 7 të mëparshmet. Një kërcënim breslënës. Për këtë arsye, Komisioni Evropian përshkruan ndërkundër lëvizjet një apel për OTB, Organizatën Botërore të Tregtisë. Prandaj, të mërkurën e ardhshme, Komiteti Evropian që merret me këtë çështje do t'i jap dritën jeshile përfundimtare raundit të parë të kundër tarifave. Për t'i bllokuar do të duhej një shumicë e cilësuar, që megjithatë askush nuk ka ndërmend ta formojë, ato për çelikun dhe aluminin, por në Palazzo Berlaymont askush nuk do të përjashton tani një samit të ri të rëndësishëm dhe të jashtëzakonshëm. Prandaj, tërheqja e luftës sapo ka filluar.